të drejtat dhe liritë e shqiptarëve në Luginën e Preshevës e kudo ku ata jetojnë duhet të respektohen, shqiptarët duhet të jetojnë këtu dhe të mos diskriminohen, kultura, vlerat, identiteti, traditat të mbrohen dhe të promovohen. Identiteti shqiptar është ndërtuar mbi vlera europiane, mbi respektin për lirinë, dinjitetin njerëzor, bashkëjetesën, shtetin e së drejtës dhe kulturën e dialogut. Prandaj mbrojtja e gjuhës dhe kulturës shqiptare në Luginën e Preshevës nuk është çështje nostalgjie, nuk është vetëm një çështje kombëtare. Është pjesë e vetë sistemit evropian të mbrojtjes së drejtave, është pjesë e vizionit ton si kombë për të ardhmen. Një mesazh e kam sot për ata fëmijë dhe të rinjt e pranishëm. Ju jetoni në një kohë ku dija është më e arritshme se kur më parë, por edhe kur sfida për ta ruajtur identitetin është edhe më komplekse. Gjua shqipe në këto troje është një pasuri e gjallë dhe e patjetërsueshme. Është investim strategjik për të ardhmen e kombit. Gjuhën shqipe ta përdorni jo vetëm si gjuha e familjes, jo vetëm si gjuha e traditës për të ruajtur traditën, por edhe si gjuhën e dijes, si gjuhën e profesionit, gjuhën e krijimtarisë dhe të suksesit tuaj në këtë luginë, sepse një gjuhë jeton vërtet kur ajo shkruhet, kur ajo lexohet dhe kur ajo krijon dije dhe frymëzon breza.